Çfarë mendon për klikimet fake, Lore? A do I blije ndonjëherë për të dukur dhe ti si koleg të tut, të cilët dihet që I kanë fake, sepse kemi patur të ftuar këtu një ndër pronarët e Acromaxit, I cili na ka thënë emra, na ka thënë që 98% të artistëve I blejnë klikimet për të 2%. Dhe kjo është një gjë më së normale tashmë. 2% është një numër shumë I vogël ku ti je një ndër personat e tillë. Kaq të pakt. Kaq të pakt që nuk I blen klikimet, po flas në artistët e vërtet shqiptar. Edhe a mendon se do I blej një ditë për të dukur si kolegët? Dëgjoj, unë për asgjë nuk them jo. Sepse shi çando. Për asgjë nuk bëhem radikale, asnjëherë. As kur më pyesin për shembull, a do eksperimentoja me zhanre të ndryshme, a do dilja ndonjëherë nga vetja, etj. Pse jo? Domethënë, bukur është streçohesh dhe të japësh të gjithë ngjyrat e mundshme tuat. Po, disi është puna, unë nuk jam për egzagerimin. Unë nuk jam për të shiturin në një gjëje që është duket absurde edhe ta shikosh. Ne dim sa jemi, sa klikohet kënga. Për shembull, si çan ndodh, nëse I këngë jote Erzem ka 20.000 klikime, 30.000 apo diçka. Dhe unë e kam dëgjuar në radio gjë herë pas here, dhe është këngë e preferuar ime, dhe të shoh një këngë tjetër që ka 5 milion dhe se kam dëgjuar kurrë një këngë që nuk ka as tekst. Them what is going on the what? Po si e shef ti veten tënde si artiste pranë. Unë jam dakord që ti ta pushësh materialin. Pra, ti japësh një dorë. Nëse me forcat e tua ka 50, po çoje 200. Okej, hajde. Po jo ta çosh 2 milion. 8 milion për 2 milion. Edhe Aseminemi si thonë. Kemi parë edhe më shumë. Për një javë 10 milion kemi thënë wow, çfarë po ndodh këtu? 1 milion dita. Kam përshtypjen që diku në një label global do t'i tërhiqte këto artista. Do t'i merrte, do t'i nënkontraktonte në një formë, sikur edhe për t'i bërë promocione në materialeve të ardhshëm, duke qenë se po themi nga vetë shifrat janë shumë premtues.